Në 20 vjeçar të parë, do me thonë, kur ai ka qenë me hagën e me kështu, mi ka shkaktuar ai mu turbulencat. Tani në këtë 10 vjeçarin e dytë, ja kum shkaktu unë ati turbulencë. Ja pas ke këthy në një farë formë. Dhe situat kanë qenë më të lezetshme, besoj. Ja, të më të lezetshme, ata ti shumë të fështira, po gjithë se si kalej me busqeshje, tani se ka shumë kohë e gjatë. Po, gjithë se si, në një lidhje mendoj që nuk është e shëndetshme rutina. Duhet, do me thonë, ullje ngritje. Edhe unë ja bëj tani, se vëllaj u plak pak. A më mirë që po mirët me sport, se po duket vital. Jo, vital. Ama unë shkoj ja trazoj ujrat tash. Ama mu po më duket se sa ma shumë po plaket, ma shumë po dashrohesh. Ja, unë vdes për ato, vdes.